editor nga Edona. Gjimnazi Gjin Gazulli në Prishtinë është një institucion arsimor i cili bën që nxënësit me dëshirë, me vullnet, përgatitje e përkushtim të vinë çdo ditë këtu e të mbajnë orë mësimore. Përshëndetje, unë jam Amila Slamniku, nxënëse e shkollës Gjin Gazulli. Amila, më tregon çka e bën më të veçantë shkollën Gjin Gazulli në krahasim me shkollat tjera? Shkolla jonë është shkollë profesionale, shkollën e bën veçantë, domethënë praktika, si nxënësit që janë të kualifikuar, edhe nxënësat janë shumë të mirë, gjithashtu kemi hapësira shumë të mira, domethënë mësojmë gjëra të reja, mësojmë programimin, kodin, mësojna gjëra shumë të mira. Shkolla e veçantë, domethënë praktika, si nxënësit edhe nxënësit e mirë. Gjithashtu edhe drejtori është shumë përkrahës në çdo projekt edhe Çfarë drejtimi je ti? unë jam drejtimin teknik informatikës biznesit. Si po duket? Drejtimi është shumë i mirë, domethënë është i lidhur IT-ja me biznes. Gjithashtu shkolla ofron drejtime shumë të mira. Kemi zhvilluese aplikacione softverike, solare, fotovoltike, telekomunikacionin, teknikë sistemeve të tikut, ku kuadërsohen edhe cyber security. Shkolla jonë është shumë e avancuar dhe është shumë e mirë. Përshëndetje, unë jam Olbi Ademaj, jam nxënës i shkollës Gjin Gazulli. Këtu jemi në kabinetin e informatikës, apo? Po, çdo muaj zakonisht praktika, që do me thonë e praktikojmë çfarë është për momentin e ato e praktiku gjuhën Java. Edhe kena mësu edhe me Cisco Pocket Racer edhe në sën tjetër jo për momentin. Sa ju ndihmon fakti që teorinë edhe e praktikoni ju? Po, teorinë kod që e praktikojmë, sidomos do me thonë që me kod që e praktikojmë, po edhe mësojna normal teori, po edhe për menimin tëmë praktika është më e vlefshme, sa teori. Olti, për çka ka me të marrë malli mas shumti prej shkollës Gjin Gazulli? Ka me marrë malli për momentet që i kena kalu këtë, njohuritë që i kena marrë, edhe aktivitetet e shumta që i kena bon për me fitu ma shumë njohuri. Çka mendon që e bën më të veçantë shkollën e juaj? Përveç asaj që edhe teorinë e kthenin praktika, po diçka tjetër? Se shkolla na jep shumë mundësi për me u avancu si në robotikë, si në programim, na është në përgarat ndryshme dhe në projekte ndryshme. Përgjithësi kalojna mirë, janë edhe që din rreth lamive të veta, edhe spjegojnë mirë, po edhe kanë karakterin e mirë, domethënë nuk janë të kësi, kështu Cila lanë të pëlqen më shumë? programime, E cila është ajo më e vështira për ty? fizika. U kthyem në studio, tani bashkë me mua janë edhe nxënësit duke u shoqëruar nga drejtori i Gjin Gazullit. Lejoni që t'ju prezantoj fillimisht me ta dhe t'ju uroj mirëseardhje. Duke i falendëruar për kohën që kanë gjetë me ardhur në këtë të premtë, me që mbyllim edhe javën. Kam zotin Bujar Gjosaj, drejtorin e Gjin Gazullit. Mirë se erdhe zoti Gjosaj. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për juve për ftesën. Kënaqësi t'ju kemi këtu. Në krahun tim të majt kam Amela Slamniku, nxënëse e Gjin Gazullit, cila është në përfundim të klasës së 10 vitit të parë. Mirë se erdhe, Amela. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Kemi Andi Xhemailin, maturant në Gjin Gazulli. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi, Andi. Edhe Eldi Rashiti. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Drejtor, po nis me ju, duke ditur se Gjin Gazulli është nga gjimnazet që ofron shumë drejtime. Le t'i njohim pak ata që mund t'jenë sikur Amela vitin e kaluar, që janë në këto mëdyshjet të bëhen pjesë e Gjin Gazullit dhe cila drejtime i gjejnë aty. Po, shkolla Gjin Gazulli është shkolla mesme e lartë, shkolla mesme e lartë e elektroteknikës, ku mund të themi që jemi vetëm nga shkollë në Kosovë, që nuk kemë drejtime tjera përpos drejtimet e elektros. Në mund duke përfshirë drejtimet e IT-së dhe drejtimet e energetikës. Tek shkolla jonë dhe më thonë ofron 9 drejtime, edhe ato drejtime tek sistemet dhe më thonë e IT-së kemi
zhvillues të aplikacioneve, teknikë informatikës biznesit, teknikë për media interaktive, teknikë i sistemit të tikut, elektronik, pastaj kalojmë të energjetika ku kemi teknikë i sistemeve solare fotovoltaike, që është një drejtim i ri, drejtim i së dhe kemi instalus elektrik, telekomunikacion edhe energjetikën. Pra ka degë të ndryshme të cilat... Janë degë të ndryshme vetëm të drejtimeve të elektrës. Qartë. Dhe thëtë, ka 2 vite që shkolla jonë është në sistem dual, me 2 drejtime, dhe më thonë drejtimi instalus elektrik është sistem dual, që 2 vite, ndërsa drejtimi teknik i sistemeve fotovoltaika apo sistemeve solare, është viti parë që jemi në sistem dual. Sistemi dual... Si viti parë, për shtypje të mira, ka rezultu i sukseshëm? Po, jashtë zakonisht shumë i sukseshëm, ku na dim se shumë kompani, për shembull në Kosovë, punojnë me sisteme fotovoltaike dhe nuk e kanë asë të një teknik, domethënë të shkolluar. Ata kanë teknik të thonë që kanë mësu nështë zanatin vetë, por jo përmes shkollëve. Sistemi dual, si që dihet, domethënë në zonë që është 51% kur llogaritet koha për 3 vite, qëndron në kompani, ndërsa 49% dikun qëndron në shkollë. Gjatë 3 viteve në mësim, edhe në moment qysh në klasën e 10, në gjysmëtorin e 2, fitojnë kontratë pune për 3 vjetë, që është rregulluar me ligjet e Kosovës, dhe marrin një rrogë apo një pagë sa për shpenzimet e veta, edhe kanë mundësi që praktikat profesionale të realizojnë në kompani, domethënë të ndryshme, ku kemë bashkëpunim me shumë kompani të vendit. Mendon që kjo është edhe një nga arsyet shtesë që i shtyen të rinjt të bëhen pjesë e shkollës? Po në qoftë se mendojmë me shku ka Evropa, domethënë është... Kjo është ardhmja. E ardhmja. Do thotë që në zonësat mjaft ka edhe unë si në zonës edhe shumë, domethënë kemi mësu mjaft teori thata. Tash ka arë koha që mos të ngarkohen fëmija me landë që duhet me mojtë shumë me mësu përmansh, po domethënë realizimi bëhet drejt ne për kompani ku i shohin gjanat konkretisht. Ju ndihmon shumë për të zhvilluar, pra hapi që e marrin aty është shumë i madh. Unë u prezantova te shikuesit juve, por nuk prezantova edhe një mysafir tonin tjetër, të cilin na e keni sjell në studio, por që ka një rëndësi shumë të madhe për ju. Ildi Ondi, cili për jush po e merrni përsipër të sqaroni pak për shikuesit se çka është kjo që kemi këtu. Këto që, siç po e shohim, është një dron, është një UAV dron, pra nuk ka helika, nuk posedon helika, fluturon përmes një motori UAV, i cili e ngrit pra dronin në hapësirë, ku droni, pra UAV motori do të gjendet këtu. Droni si ide mas pari e ka shpreh dy zotëri drejtori, ku na ka thënë zyre, e ka po punën tonë me projekte tjera, edhe ka thonë pse mos më jep edhe këtë ide. Në fillim unë e Ildi na kom pak si ndyshime, kena më mujt me prun këtë gjendje që është tani. Kena këshyrë mas shumë për shembull dështimet që kena me pas ky dron e kështu me radhë, po ja kena fillu tani me menu pozitivisht. Edhe në fund sot që ku jena. Pra arritët me i heqë edhe ato dyshimet që i kishit të vetja. Drejtor, ti besove prej fillimit që këta mund t'ja dalin, pavarësisht se për vete thonë se s'kam pas shumë besim se mund t'a realizojnë. Me të thonë drejtën, kjo ka qenë një ondër e imja, që përmes shkolle, se këtu janë të nga drejtimet e shkollës tonë. Do më thonë, kjo është krejt punë, do të thotë punë dore e tyne. Do thotë, me printer 3D e kanë dizajnu vetë, e kanë, do më thonë, përmes programeve, përmes elektronikës, përmes gjitha pajisit që jenë këtu, janë, do më thonë, që kombinohen të nga drejtimet e shkollës tonë. Edhe ondra ime ka qenë që mu bashku të nga drejtimet e shkollës, edhe me bo një vepër të cilën besoj që jove shkolla, po ka me qenë një vepër që mu krenue edhe... Ju përgëzoj shumë për punën. Ildi, sa kohë ju mori komplet si proces pune dhe puna në ekip është shumë e mirë, pra vlerësohet gjithmonë, sepse dy mendje apo edhe më shumë funksionojnë më mirë se sa veç një. Ku i kishit ju ato vështërësit, po themi, gjatë procesit ma tepër? Procesi nuk ka pas shumë vështirësi, me thonë. Puna ka marrë dikë 2 muaj mu bu, vetëm si prototip, qështë.
Punën e ke bukon shumë e letë, e kemi marrë shumë disa nxënësa të kuptueshëm që e kanë pas qef me punu, edhe tash, si që jeni të e balla për para jësh, kemi realizu... Për sa kohë the? 2 muaj. 2 muaj, veç 2 muaj. Wow, që ka jashtë zakonshme. Okej, më vonë do të më tregoni se deri në cilën pikë mundemi me demonstru. Amela, ke qenë pjesë e projektit, edhe nëse jo, sa të ka inspiru me që je nxënëse e klasës së 10 në Xhingazoll? Te pjesa e dronit jo, po... Projekte të tjera, me siguri. Projekte të tjera, se unë dua të flas se vajzat duhet të janë në shkollën Xhingazulli, veçanërisht ne për punën dhe për drejtime teknologjike, ku ne e dim që shumë vajza hezitojnë, por faktikisht në duhet të them që shkolla jonë përveç që mësojmë teori, ne e lidhim dhe me thonë edhe me praktikën, edhe me aktivitete që na përgatisin për të ardhmen. Si po hezitojnë vajzat? Qa ta mërmendja? Duke qenë se shumë rishtë asë pra vitin e kalum, ke qenë vetë në një pozicion të tillë, ku mbase bashkëmushataret e tua edhe mund të kenë pyet ty me thonë, Amela, po pse po shkon në Xhingazoll? Mua më pëlqen teknologjia, kom dashur me sfidu veten, edhe pse thuhet që djemtë më shumë janë ka kjo amprire, pse mos me tregu që nuk varet prej gjinisë, po varet prej suksesit edhe prej guzimit. Do me thonë, na, si vjetë kemi marrur pjesë në shumë gara të ndryshme, për shembull Girls in ICT, Cyber Her, që është mbajtur në ITP Prizren, dhe për ditën e vajzave në ICT kemi marrur pjesë në FIEK, ku kemi garuar me studente, ku shkolla jonë ka qenë shkolla e vetme e mesme, ku është ka garu me studente. Pra, shkolla jonë përveç teori na përgatitet edhe për të ardhmen, dhe jo bëjmë mesazh gjitha vajzave që të jenë pjesë e shkollës sonë, sepse teknologjia e vajzat din ta bëjmë më të mirë, edhe mësimdhënësit të me thonë i shtyjnë vajzat në këtë drejtim. Bravo, shumë mirë që e përmende këtë, mesazh shumë i rëndësishëm për të gjithë ata që po na shohin, e mbase mund të jenë në dilemë të tillë. Ku në çfarë fazë pra kjo është e finalizuar, e shohim që është i lidhur po ashtu edhe me një laptop në të, Okej, për momentin droni nuk është i 100% i finalizuar. Kjo ka shumë një prototip ku na kemi menduar që ky dron ka mu përdor për rescue missions, pra për ndihmë të gjetjes të personave në raste të zjarreve. Misione shpëtimit. Po, misione shpëtimi. Këto kam e pësëdu pro një kamerë AI, ku njëre kemi marrë një kamerë replik, ku më ime dhe me do me nstru që programi na e kena bu një aplikacion tonin, që ka me mujt kamera me detektu personin, edhe një të nko tek personi ka mu shfaq një kuti e verdh, ku detektohet që është personi. Një të nko AI që qëndrën brenda, ka me skanu edhe situatën ku gjindet për shembull ai person. Pra, arrin ta detektoj edhe lokacionin tua, qartë. Se do ta skenoj situatën në të cilën gjendet, si për shembull në rënoja, në rast të zjarrit, edhe në të njëjtën kohë ka me jep edhe një përmbledhje se si mu afru në atë situatë që me shpëtu personin, edhe një të kohë mos më lëndu për shembull pjesëtarët FSK-s ose kush do të jetë shpëtimtari në atë rast. Nëse mund është eld me qu, veç me detektu për shembull moderatorin, dronin me qu që. Muja e po qëtu, s'pedi sa po vret, qërë. Okej, ja tani më ndihmojnë edhe kolegët. S'pedi sa po vret, një... Ka Apo kutia e verdhë shfaq, kur është detektu personi. Okej. Kjo droni paka shumë nuk është pro 100% se sa ceka, është pro gradualisht duke u ndërtu e ma shumë. Pra, kanë vetë ato copzat e vogla, le të themi. Pajisje që nevojiten për me fluturu këtë dron, janë pajisje goxha shtrenjta dhe një të nko janë që nuk prodhuan për shembull në Kosovë dhe ju nevojitet kohë për me ardhur në Kosovë. Ne jemi në pritje të pajisjeve dhe në momentin që vinë pajisjet besoj që ky ka me fluturu. Do t'jetë gati për fluturim dhe kishte me qenë jashtëzakonshme, besoj krenari shumë e madhe drejtor për ju. Është shumë e vërtet që më të vërtet jem shumë krenar. Ju ndihmove nxënësve gjatë procesit apo veç ke inspektu? Vetëm i kom inspektu edhe i kom inspiru. Kjo është shumë e rëndësishme. Se vërtet është një vepër shumë e madhe që më marrë një dron i tillë duhet me pas kushte, me pas laboratore të tilla, këta kanë bëhe vetëm edhe disa ateste të aerodinamikës edhe disa ateste që ky do thotë ka me funksionu 100%. Fatkeqësisht si shkolla ne nuk po kemi fonde, domethënë që po duhet jo drejtoria e arsimit ose dikun tjetër me marr fonde për më mujt me realizu një gjatë tillë. Edhe
Le të jetë kjo një mundësi shumë e mirë prezantimi për të gjithë ata që mund të kemë pas dyshime se nxënësit do të vinë deri në këtë pikë edhe le të bëhet si një thirrje për të bërë donacione që kjo dhe plot projekte të tjera të jetësohen, të vinë në jetë. Eldi, si të bën me u ndi fakti që një ditë, një të ardhme shumë të afërt, një vepër e krijuar prej teje dhe grupit miqve, shokë e shoqe që jeni bashkë, jetësohet, pra edhe krye një mision shumë të rëndësishëm, si që përmendëm për këta mision e shpëtimi. Jam shumë krenar, do më thonë, për krijimin e këtij dronit. A i ke ditë nga fillimi kur ke hyrë në Xhingazull që pas 3 vitesh edhe në kohën tash kur je si maturant do të zhvillohesh kaq shumë edhe ke me u lidh kaq shumë me këto teknika? Unë e kom pas që inspirim të në jetën tem në robotikën. E kom pas në qef. Po nuk e kom ditë që kom e mërin këto pika që me marru një drëna mu kanë këtë ditë. E është zakonshme kjo. Amela është pak më largë tek pjesa e maturës, por me juve do të flasim pak më shumë. Besoj është një fazë ku, edhe pse e tha drejtori, mundësi të ofrohen nga shkolla që të qëndroni pjesë aty edhe të vazhdoni të zhvilloheni më tepër profesionalisht, po si procesi maturës, për nga testi drejtor, ka të bëj shkolla me edhe një plan për përgatitjen e nxënësve që të jenë sa më të gatshëm para se ti në shtruan testit? Realisht, unë mendoj që testi i maturës tek shkolla profesionale, sidomos, nuk është edhe shumë i domosdoshëm. Se ai testi i maturës tash ndërtohet si për gjimnaze, si edhe nuk janë profilizuar. Nuk janë profilizuar shumë, edhe normal që këta kanë fitu për 3 vite saj përket, dhe kanë mundësi që përmes disa trajnimeve shtesë, për me pas mundësi më përgatit për testin kombëtar. Ju kanë kap këto emocionet e maturës, Andi? Jo, na i kena përfundu edhe maturën edhe kejt. Si ka lut? Një ndjenjën e jashtë zakonshme, si që thuj një sholla kletë edhe njerë, e këshim thuj edhe njerë. Më falë që të zhgënjej, po s'kthehet asë njerë. Po, Ku është një përparësi e tyre se këta vesh dalin të diplomuar. Domthonë si shkollë, domthonë në moment kur këta e kryjnë shkollën, marrin diplomë, që janë domthonë teknik të diplomuar. Edhe besoj që me talentet e tillë nuk është problem regjistrimi në fakultet ose kudo që të shkojnë. Unë jam shumë krenar me nxënësat edhe me aftësitë e tyre që tregojnë në inovacion, dhe mos në programim edhe në teknologji të avancume, ku munda me thonë që jemi si shkollë e talentave. Duket. Jemi si shkollë e talentave dhe nuk kem dyshim dhe më thonë që nuk më rrimë. Veç se krejt generatat tjera, pas Andit e Eldi duhet jenë më të mirë se këta. Kështu zhvillohet. Ka bu përshtypje, Andi edhe Eldi, këta kanë qenë në mësim pas dite, ndërsa ne fillojmë mësimin 7:30, edhe tha isha që veshin me qantë në shkollë në 7:30, punojshin ndrën denjo, asë një orë nuk e kanë të hupë. Me thonë që me gjithë një arsye që edhe me hupë një orë, asë një orë nuk e kanë të hupë, dhe saj përket që kjo është një për aktivitetet, zë na kemi edhe disa aktivitetet tjera. Në këtë grupin e dronit, do më thonë këta e kanë marrë vetë iniciativen për me e kriju një ekip, ku kanë qenë një ekip për 10 vetave dhe i kanë da punë se cilis domthonë shka më ka pëlqy edhe ka qenë domthonë tamon sigurisht tarak kështu. I këtë punë, të ndam në grupe që ka funksionu jashtëzakonisht mirë. Eldi, drejtori, po ju lën të hapur mundësit, pra mund për kudo që mdoni të vazhdoni tutje, ju jeni të përgatitur, pra e keni atë përgatitjen e gatshme. E ke mendu të ardhmen tënde si do të vazhdosh studimet, diçka si e sheh vetën, andej në raport me tregun e punës, e tha dhe drejtori, jeni shumë gati që me një herë të hyni e të bëhni pjesë e kompanive me cilat kam bashkëpunim. Të motivon kjo më tepër, që nga tani mund të fillosh punën? Motivon tepër, po unë du me vazhdu studime robotik, që në të e po interesim në gjitha kom pas robotikën. Për diçka më punë, diçka për momentin nuk jam të këshyrë, du me studiu. Fokusin e ke pra totalisht të studimet. Andi, ti?
Unë jam ma shumë ka pjesa e sigurisë kibernetike. Edhe tash mujna me thonë kejtë qysh e keni marru këtë drënë, njoni siguri kibernetike, tjetëri robotik, që kena ka shty neve se na për njoni tjetërit mësojna. Edhe kena një fari nati me zvete, kur din kjo ma shumë, unë e mësej, kur unë e di ma shumë se kjo aje mësën. Po për studime, fakultetin mas pari du me përfundu për IT, në përgjithësi, pas taj ma vënë me vazhdu veç drejtimin e sigurisë kibernetike. Qartë. Amila, unë thash ke rrugë për të bërë, pra janë edhe 2 vite për para teje që të presin në Gjingazoll, për fakti që je vajzë dhe që sot je dhe si përfaqësuese e tyre, tregon shumë një mesazh që edhe ato duhet mos ta ndjejnë vetën jashtë kësaj fushë, jashtë këtyre fushave që në fakt për vite vajzat kanë qenë pak më të stepuna dhe se kanë pas atë guximin. Çka pret prej këtyre 2 viteve të ardhshme, si është e vetën, në cilën deg don me u fuqizu më tepër. E shohim Eldi te robotika, Andi siguri kibernetike, çka keti në vizionin tënd? Edhe unë gjithashtu e dua sigurinë kibernetike, më pëlqen me vazhdu me studiu. Edhe jam shumë e lumtur që jam këtë shkollë se do me thonë mësoj edhe praktik, mësoj edhe këtë punën edhe jam e gatshme për tregun e punës. Drejtor, kur përflasim për tregun e punës, për pas bashkëpunimeve që përmendet që ka shkolla me kompanitë e tjera edhe duke e ditë se këto degët që ofron Gjingazolli janë e ardhmja, e thatë edhe ju veç në Kosovë, por edhe në botë. Mendon se të rinjët do të arrin të timbaj Kosova, pra sa ka tregt punës për ta, se po na ikin të rinjët, këtu e kam halën. Unë, si drejtor, më ka ra me shku në për disa vendet ndryshme të Evropës, me vizitu shumë shkolla dhe institucione, po me të vërtet jam shumë krenar me rinin e Kosovës, me rinin tonë, dhe besoj që nuk ka rini ma të shnosh në Europë. Dhe më në të gjitha aspektet, qoftë fizike, qoftë psiqike, dhe me të arritura, dhe jam shumë i bindun, dhe më thonë që për këta nuk është të lashe vendi i punës apo tregu, se na sot kemë nxënës për shembull që punon për një kompani amerikane që e ka 3-4.000 euro, 3-4.000 dollar muajnë, që e merr për shtëpi punon. Zhvillimi i teknologjisë ka rrinë që të rinjt nuk kanë nevojë me shku në Evropë. Fizikisht, po mundën ndijen e tyre me plasue në për shtetet ndryshme të Evropës, edhe janë jashtëzakonisht përgatitur mirë. Uroj shumë që ta kene edhe Amela, Andi, Eldi këtë të ardhme, po dhe gjithë të tjerët, se me që i kemi këtu si përfaqësues, edhe pse po i shoh që keni ardhur dhe më shumë, po për shkak të kufizimit të studios, donim që edhe vëmendja të jetë më tepër te droni. Jam krejt në fund dhe dua nga një mesazh për ju që po e leni Gjingazollin, për Amelën e të tjerët që po i leni aty, qa doni mi u thonë, qysh me shfrytzu këto vitet që ju kanë ngel? Okej, te Gjingazolli, shambullën e klas 10, kom pas fart inspirim, do të njoft me profesor, i kom pas që jam profesor të nashta që t'jepin mas shumë ti motiv. Nëse nuk mujnë me të ndimu me pajisje ose me diçka tjetër, t'jepin motiv për me vazhdu ti edhe me gjeq ato pajisje edhe me thonë me përfundu një projekt. Kështu që për mu kështë qenë që Gjingazolli i ka do me thonë profesor ma motivus që i kom pa dejmë tani. Pra ti mu këthy edhe njerë për klasës dhe ndryshe kështë e veprua, qatë vitin e parë. Eldi, një mesazh për fund? Klasët e 10-a kësha thonë me mëcu sa ma shumë që mëjnë, me këqyrë me bojnë nëjë projekt, si droni, vetëm me ecë për para. Mos e bojnë edhe ma të mira, Amela? Uro. Qa do doje me u thonë gjithë bashkë moshatarëve të tu, ndërsa jo dhe Gjingazollit, por edhe të nivelit të përgjithshëm në Kosovë? Ta sfidojnë vetën, ta bëjnë ato që dojnë. Kjo është në fakt luftën se cili kemi me vetën, drejtora. Në qoftë se kemi kohë nga 2 minuta kësha pas dëshirë që Eldi pak na flet për karakteristikat e dronit. Hajde, Eldi, po, okej, i kam, unë ta kemi edhe 1 minutë e gjysmë. Sa ka autonomi, sa pesh qanë, çfarë shpejtësie e zhvillon? Autonomi mund me u shku deri 75 km larg. Për shpejtësin, maksimale ka diko deri 300 km në orë. 300 km. Ashtë i testum në simulatura të ndryshëm. Demonstru. Për demonstrime, muj me full, do më thonë, e kena edhe levizjet e ndryshme. Okej.
Ka kjo pjesa kur fluturon dhe qysh navigon në hapësirë. Do me thonë, Okej. Edhe që në pesh, digum 3 kg ose 4 kg. deri... Sa kilogram? Po, 3 kg. Deri në 3? Po. Okej. E për ngjyrën bëm përshtypje, qysh erdhen që të përfundim? Pse çto ngjyra? Ngjyrën, Se po e shoh një emblem shumë, embleme më të rëndësishme të popullit tonë dhe po më bën përshtypje. është nisja ajo? Edhe pak për asaj, po edhe ma shumë e këna bu, pasi që jena të e bu si shkollë, këna borë ngjyrat. Ngjyrat të una janë kanë pra me ngjyrë portokallët, pra loga janë në mes, edhe këna po që i bardh nuk shkojke shumë, e këna bu ngjyrë zezë me disa dekorimet portokallëta. Këtu mujna po që i këna bu dhe trekanësha, këto trekanësha pra e simbolizojnë pra logën e Gjingazullit të shkollës tonë. Okej, pra qarë gjithë shka ka një simbolik edhe stikersat e vendosur. Ndërsa për logon e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, Drejtori. ka ndosh me tregu që mundë me prodhu drona për ushtrinë e Kosovës. Ashtë e vërtet. Shumë e bukur. Gatë shumë i mirë. Shumë e bukur dhe uroj që një ditë kjo të ndodhë dhe nuk e dyshoj, thënë të drejtën. Shumë faleminderit që erdhët, ju përgëzoj shumë për punën. Amila, kuj dihet në takohemi pra pas 2 vitesh kur t'jesh në pozitën e ëndit e Ildit. Drejtor, faleminderit shumë. Sukseset të tjemë. Faleminderit për juve, Naci. E mbyllim për sot edhe për këtë javë.